Tërmet Peçi, kandidati për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës, ka zhvilluar një takim me banorët e Memaliajt. Peçi takoi nga afër socialistë të vjetër si dhe të rinj në Canaj dhe Luftinj, duke zhvilluar me ta një bashkëbizetim, dialog të hapur për mobilizimin e zgjedhjeve të 11 majit. Në fjalën e tij, Tërmet Peçi, i cili më parë ka mbajtur postin e kryetarit të Bashkisë së Tepelenës e i dorëhequr më 11 mars për të kandiduar për deputet, e vendosi theksin tek objektivi kryesor i Partisë Socialiste. Sipas Peçit, mbetet detyrë primare maksimalizimi i votës për partinë dhe numrin 5. Ai u ka kërkuar mbështetjen me votë qytetarëve të zonës për të realizuar sipas tij të gjitha ato punë të mira që janë në proces dhe të tjera projekte të cilat kërkojnë në vazhdimsi financim dhe zbatim. Kandidati për deputet Tërmet Peçi nuk harroi që të bashkëbisetojë me banorët e zonës edhe në lidhje me programin e Partisë Socialiste, me në fokus mbështetjen e zonave rurale dhe zhvillimin e dy sektorëve të ekonomisë së zonave, siç është bujqësia dhe blegtoria. Prej banorëve të zonës u evidentuan edhe disa problematika me të cilat ata përballën sot, duke i garantuar për ta zgjidhje. Peçi në fjalën e tij deklaroi se garanton banorët e zonës se do të jetë prezent në zonë jo vetëm sot, por edhe pas zgjedhjeve për të punuar për më të mirën e këtyre zonave, zhvillimin të cilin mund ta sjellë vetëm qeveria shqiptare dhe kryeministri Edi Rama.